أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم جل جلاله أفلندرويم بريتي فالي كركويم për pejgamberin alayhi salatu wassalam salavat dërgojmë për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë besimtarët musliman të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lusmi Allahun Azza wa Jall që adhurimet tona Allahu kabul na i ban. Shpërblimin e tij na i shumë fishon në këtë ditë të begatshme të cilat po i përjetojmë, që Allahu Jalla Jalaluhu qëtë i kënaqur me ibadetet dhe adhurimet tona. Ne dersin e kaluam spjegum për personat që lirohen nga agjerimi dhe nuk detirohen të e kompenzojnë, të e bojnë kaza. Dhe spjegum se cilat kategori të agjeruesve janë ato. Kurse sot do të shohim cilat persona lirohen nga agjerimi kurse obligohen të e bojnë kaza apo të e kompenzojnë agjerimin e tyre. Prandaj njëri prej tyre i cili Allahu Jalla Jalaluhu e ka bën që të gjatë Ramazanit nëse i posedon vetit apo cilësit që Allahu Jalla Jalaluhu e ka liru, apo themi ka mundësi mos me agjeru ditën dhe duhet patjetër të e kompenzoj atë ditë, do të thotë pas Ramazanit. Allahu Jalla Jalaluhu në ajetin e surës Bekare thot فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرٍ. Thot Allahu Jalla Jalaluhu, nëse ndonjëri prej jush është i sëmur ose udhëton me rrugë për me udhëtu, thot leti agjeroj ato ditë të cilat i kanë mbet pas muajit të Ramazanit. Prandaj në këtë ajet në e ban me dije Allahu Jalla Jalaluhu s'pari herë se ai i cili është i sëmur. Prandaj personat të cilat janë të sëmur do të thotë lirohen nga agjerimi i Ramazanit për aq ditë sa janë të sëmur. Argument siç tham, ajetin e lartë përmendur në surën Bekare, Allahu Jalla Jalaluhu në e ban me dije. Megjithatë, ekzistojnë shqyrtime të mendimeve të juristëve musliman, do të thotë prej ulemave, fukahave, të cilat këtë sëmundje e ndajnë në dy kategori. Njëra sëmundje është ajo e cila do të thotë sëmundje e lehtë, që kanë thonë fukahat, do të thotë nëse një njeri është i sëmur, mirë po sëmundja e tij nuk e dëmton shëndetin e tij. Do të thotë nuk është sëmundje e rëndë, është ndonjë sëmundje e lehtë, për shembull kokdhimbja. Në shpesh hasim edhe jashtë Ramazanit, ndonjëherë na dhem koka. Ne kemi kokdhimbje dhe brenda kohës kalon, sepse sigurisht do të thotë ndodh ndonjë çrregullim në trupin tonë dhe vjen ndonjë kokdhimbje ose ndonjë grip i lehtë, ndonjë ftohje. Do të thotë për një ftohje të lehtë nuk prishet agjerimi. Fukahat kanë thonë se do të thotë duhet të shfrytëzoj të momentet e Ramazanit. Do të thotë çdo sëmundje e cila nuk e dëmton shëndetin e njeriut, do të thotë nuk është mirë me e prish agjerimin. Dhe fukahat janë të një mendimit që ai të agjeron dhe të ban durim, të ban sabër. Do të thotë kategoria e dytë është sëmundja e cila ndikohet nga agjerimi.
Sëmundjet të cilat ndikohen nga agjerimi janë sëmundjet do të thotë të pashërueshme ose sëmundjet kronike. Do të thotë këto sëmundje i pamundësojnë besimtarit të agjerojë. Nga se sigurisht këto sëmundje të rënda janë sëmundje të cilat e dobësojnë muslimanin nëse ai agjeron, ose e dyta ai është me terapi, është me medikamente. Dhe prandaj do të thotë lirohet nga agjerimi. Kështu që këto sëmundje janë sëmundje të cilat do të thotë ka mundësi besimtari me mos me agjeru gjatë ditëve të Ramazanit, mirë po pas Ramazanit nëse e ipët mundësia do të shërohet nga ajo sëmundje, atëherë duhet t'i kompenzoj ato ditë të cilat i kalon derisa ka qenë do të thotë në muajin e Ramazanit. Grupi i dytë që e përmend Allahu Azza wa Jalla në Kur'an është udhëtari. Do të thotë siç tham, do të thotë Allahu Azza wa Jalla që e përmend në ajet dhe thonte, do të thotë faman kana minkum maridan, ato të cilët prej jush janë të sëmur, au ala safarin, ose janë në udhëtim. Prandaj në këtë ajet do të thotë i përmbyll Allahu Azza wa Jalla edhe të sëmurin, po njëjtën kohë edhe udhëtarin. Për udhëtarët do të thotë fukahat kanë dhënë mendime të ndryshme. Do të thotë se udhëtimi në kohët më të hershme ka qenë shumë më i rëndë se udhëtimi i sotshëm. Do të thotë udhëtimet më herët në kohën e Muhamedit alayhis salatu wasalam, siç e dimë ne, njerëzit kanë udhëtu, do të kanë udhëtu në kam ose kanë udhëtu me një kafshë të cilën e kanë pas. Prandaj nga njerëzit të cilët do të thotë janë ato që kur udhëtojnë nuk e lodhin udhëtarin. Do të thotë, nëse ne sot udhëtojmë me aeroplan për shembull 1 orë, 2 orë, do të thotë nuk është udhëtim i cili ka mundësi me të lodh. Ose me qenë një udhëtim i cili udhëton me çka me autobus, do të thotë 6 orë, 7 orë, 8 orë, ki mundësi me agjeru, atëherë mos e prish agjerimin nga se vapi është shumë i madh. Prandaj ulemat dhe fukahat thonë se cila është më e preferueshme, a me agjeru apo mos me agjeru gjatë udhëtimit. Këtu një hadith që transmeton Anas ibn Maliku thot udhëtoni me Muhammedin alayhis salatu wassalam në Ramazan. Thot dhe nuk i bënte vërejtje ai që agjeronte ati që nuk agjeronte. Kishte nga ne do të thotë që agjeronin gjatë udhëtimit, mirë po kishte disa prej atyre të cilat do të thotë banin iftar. Domethënë nuk e agjeronin gjatë udhëtimin, mirë po pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ju ka dhënë vërejtje as atyre as këtyre. Thotë njashtu edhe kur ishmi edhe me ose kur ishmi pa pejgamberin alayhis salatu wassalam, kur udhëtonim ndonjëherë, thotë kishte prej neve të cilat duronin, banin sabër dhe agjeronin, kishte prej atyre të cilët ishin ndoshta edhe më të dobët edhe e prishin agjerimin. Do të thotë kjo sen varet prej individit, prej personit. Do të thotë nëse dikan e damton udhëtimi, do të thotë ka etje ose i bjen me prit ndoshta nëpër aeroporte shumë edhe nuk ka mundësi, do të thotë e lodh agjerimi, atëherë ka të drejta me e prish atë ditë dhe me engron. Njështu, në një hadith tjetër që e transmeton Hamza Aslimi radiallahu anhu, ku thot i dërguari i Allahu Jalla Jalaluhu, thot i thojsha, jo Muhammed, unë kam forcë të agjeroj dhe edhe kur jam udhëtar. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thonte, do të thotë ki është një lehtësim nga ana e Allahut. Do të thotë Allahu Jalla Jalaluhu kuj i jep forcë dhe ka mundësi të agjeroj, do të thotë është një dhunti e Allahut Jalla Jalaluhu. Dhe thonte pejgamberi alayhis salam, kush e shfrytëzon vepron drejt dhe kush do të agjeroj nuk ka ndonjë vërejtje prej tij. Do të thotë hadithin e transmeton Muslimi. Do të thotë kur jemi te udhëtari varet krejt te kush, te vet individi.
Do të thotë edhe varet te udhëtimi. Nëse dikush për shembull ka më udhëtu larg, për shembull themi në Amerikë. Në Amerikë mas pak ti kemi 9 orë, 10 orë në aeroplan. Mirë po, këto 9 orë, 10 orë duhet patjetër me ndru diku në aeroplanin. Ose për shembull në Indonezi. Indonezia ka përmi 4 motor, 5 motor në aeroplan dush me nejt në altë. Edhe ndoshta është, do të thotë se udhëtimi me aeroplan, kur është hipja zbritja ka, ato shqetësimet e veta, kush ka udhëtu i din. Do të thotë kopi njerëzve janë dopt dhe nuk kanë mundësi me qëndru dhe etja e ban të vetën. Do të thotë edhe sidomos njerëzit të cilët kanë smuje kronike. Do të thotë edhe ju sjell etje. Ata kanë drejta, do të thotë me ngran atë ditë, mirë po më e kompenzu pas Ramazanit aq ditë të cilat kanë metë. Kategoria e tretë që ulemat thonë se ato lirohen nga agjerimi mirë po detyrohen me kompenzim, me bon kaza, thonë është gruaja gjatë hajzit, gjatë menstruacioneve dhe gruaja nga kur është me nifaz, kur është lehon. Gruaja e cila është do të thotë me hajz, ajo lirohet edhe prej namazit, edhe prej agjerimit. Për aq ditë sa ajo është e papastër. Do të thotë Allahu Gjelle Gjelalu e ka bon që këtë kategori do të thotë të e liron edhe nga namazi, edhe nga agjerimi. Mirë po, Allahu nuk e ka detyru që t'i ban kaza namazit. Mirë po, e ka detyru që t'i ban kaza ditët e agjerimit. Prandaj, kjo gruaje e cila do të thotë i ka këto veti, këto cilësi, atëherë detyrohet pas Ramazanit të e kompenzon, të e agjeron ato ditë të cilat i kanë metë. Argument për këta, thot Aisha radiallahu anha, thot e kemi pyet Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe thonte gruaja me menstruacione, thot lirohet me kaza gjatë namazit, e thot obligohet për agjerim. Dhe thot ajo është përgjigje se kush ka, do të thot kush e ka qenë ajo prej grave të cilët e ka bon, e para që e ka mësu Muhammedi alayhi salatu wassalam ka qenë Aisha radiallahu anha. Prandaj këtë praktik, pastaj Aisha radiallahu anha u mëson të grave të shokëve të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kategoria tjetër është gratë të cilat janë shtatzana dhe ato të cilat janë gjithënse. Edhe këto janë ato të cilat që Allahu Gjelle Gjelaluhu ua ka lehtësu, që gjatë Ramazanit me pas mundësi do të thotë mos me agjeru. Mirë po i ka obligu me kompenzim, do të thotë i ka obligu me kaza. Në këtë kategori Enes ibn Malik ku tregon se i dërguari i Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thënë, vërtet Allahu i lartësuar e ka shkurtuar namazin për gjysmë për udhëtarin dhe e ka largu, do të thotë dhe e ka larguar barën e të agjeruarit nga udhëtari, do të thotë gruaja shtatzan dhe gjithënsja. Në këtë hadith do të thotë i përfshin kanë, e përfshin të smurin, udhëtarin, gruajen e cila është shtatzan dhe gjithënsen. Do të thotë kompenzimi i ditëve do të thotë është për aq ditë sa ajo i ka prish. Do të thotë i ka ngrënë në ditët e Ramazanit. Kështu që këto kategori të cilat janë përmend në ligjet e fikut apo të themi dhe ulemat e fukahave, të cilat unanim janë të një mendimi, do të thotë është edhe një mesele të cilën e kanë cek dhe kanë thonë se sa ka drejta më u bonu këto ditë. Do të thotë pas Ramazanit, a do të pa qëtër me njëherë me i agjeru, apo ka të drejta me i lanë edhe më vonë. Fukahat do të thotë janë të mendimit, shumica janë se ato të cilat ju ipët mundësia, do të thotë me i agjeru me njëherë pas Ramazanit. Do të thotë muajin Sheval e muajin Dhulkade, thotë është mirë me i agjeru me njëherë, nga se njeriut nuk i dihet jetës së njeriut, ose
ka mundësi me usëmu ose ka mundësi me vdek. Prandaj thojnë se sa më shpejt me agjeru është më mirë. Mirë po, Aisha radiallahu anha tregon se për gratë të cilat do të thotë kanë qenë gjithënse, thotë i shtynin deri para se me ardhë Ramazani tjetër. Do të thotë kur vinte Ramazani, do të thotë nëse ka ardhë verës, ato do të thotë i kanë shty 2-3 muaj, nuk kanë agjeru për shkak çka? Për shkak fëmijës që e kanë pas. Do të thotë që të forcohet fëmia pak më shumë, t'i bëjë 3 muaj, 4 muaj dhe pastaj i kanë agjeru. Fukahat thojnë se nëse ndokuj i mbetet, do të thotë agjerimi dhe e zen Ramazani tjetër. Do të thotë e ka për Ramazani tjetër dhe nuk i ka agjeru këto ditë. Çka ndodh me këtë person? Ulemat ndahen, do të thotë në dy mendime. Mendimi i parë thonë se ky njeri do të thotë duhet me bën teube, duhet me pendu te Allahu xhalla xhelalu për lëshimin të cilin e ka bën. Dhe duhet pas Ramazanit i cili vjen, Ramazani do të thotë i dytë që e ka zon, do të thotë më një herë në Sheval, ai duhet me i kompenzu ato ditë. E disa thojnë, mendimi i dytë i ulemave thonë se duhet edhe shpagim me dhon, do të thotë me dhon edhe vitër. Duhet me agjeru plus duhet me pagujt çka ka një do të thotë ka një ushqim. Do të thotë 2 ushqime në ditë. Do të thotë me pagujt një vitër. Kështu që mendimi më i mirë është mendimi i parë. Do të thotë se nuk ka nevojë me pagujt, mirë po me bën teube dhe do të thotë me i agjeru pas Ramazanit për aq ditë sa duhet, do të thotë me bën kaza, do të thotë këtë Ramazan. Kategoria tjetër e tretë që lirohen, do të thotë prej agjerimit, mirë po nuk e kanë për detyrë me e bën kaza, mirë po e kanë detyrë me shpagu, do të thotë me e bën shpagimin e agjerimit. Kush janë ato? Janë persona të cilat janë të shtyrë në moshë, do të thotë pleqt, të cilat janë të shtyrë në moshë e kanë obligim çka me e dhonë ka një vitër për çdo ditë, sepse ato nuk kanë mundësi me agjeru, nga se pleqëria dhe kuveti i atyre do të thotë aq do të thotë janë të lodhur dhe nuk kanë mundësi me agjeru. Mirë po duhet me pagujt nga një vitër për çdo ditë agjerimi. Një ashtu edhe personat të cilët janë me smundje të rënda, janë smundje të pashërueshme, do të thotë janë me smundje kronike, të cilat do të thotë, siç thash më herët, janë smundje të cilat duhet patjetër kanë terapia dhe janë me medikamente. Ato nuk kanë mundësi me agjeru, nga se i përdorin, do të thotë i përdorin terapit. Prandaj edhe këta persona do të thotë duhet me e bën shpagimin e agjerimit për çdo ditë me pagujt nga një vitër. Kështu që mënyra e kompenzimit do të thotë është që ato, si që sqaruam më lart, do të thotë kur nuk mundet me agjeru në fund të Ramazanit, ndjen se ndonjëherë Ramazani është 29 ditë, ndonjëherë 30 ditë sipas hallës. Për aq ditë sa ka qenë Ramazani, çaq ditë duhet me dhon për çdo ditë nga një fitër. Kështu që për të kry këto rregulla, këto do të thotë të cilat kanë ardhur te fukahat, do të thotë është obligim i çdo besimtarit me pas kujdes gjatë agjerimit të tij. Do të thotë jo me lëshu, me bën lëshime ose do të thotë me e liru veten shumë, do të thotë me i lënë ditët për çështje shumë të lehta, siç thash, ndonjë sëmundje e lehtë ose kur e ka ndonjë udhëtim i cili nuk e lodh. Është më e mirë e tij që ti agjeroj ato ditë dhe të përfitoj nga shpërblimet e agjerimit. Për sasinë e ushqimit ose për vitrën, do të thotë më e mirë është nga suneti i Muhamedit alayhi salatu wassalam është që do të thotë të shpërndaje ushqim. Do të thotë vitrat është më mirë me shpërnda ushqim. Mirë po, në vende të cilat nuk ka mundësi, do të thotë me shpërnda ushqimin, atëherë ban edhe me dhon edhe pare. Mirë po, më e mira është do të thotë me bli ushqimin dhe me
me jaqu të varfërit i cili ka nevoj për me ushqi. Dhe sipas vendit shpërndahet edhe ushqimi. Për shembull, në të vendit ku shfrytëzohet do të thotë më shumti ai ushqim, atë ushqim e shpërndahet. Kështu që ulemat kanë thonë që do të thotë nga suneti i Muhamedit alayhi salatu wassalam është mirë me e shpërnda çështjet e kokrave, siç është për shembull pasuli, orizi, do të thotë misri dhe gjëra të tjera, domethënë që shfrytëzohet në ato vende. Prandaj të gjithë këto kategori janë ato të cilat Allahu xhalla xjalaluhu i ka detyru me kompenzim ose themi kompenzim dhe shpagim. Kështu që ne e lutsmi Allahun xhalla xjalaluhu që Allahu çdo besimtari që mundson s'pari herë të e agjeron këtë muaj dhe të shpërblejmë me shpërblimet e tij të shumë fishume. Ne e lutsmi Allahun azza wa jall që gjitha adhurimet tona Allahu azza wa jall t'i ban kabul. Dhe lutsmi çdo njeri i cili nuk ka mundësi të agjeroj të lutet te Allahu azza wa jall që agjerimi i tij të kompenzohet siç kompenzohet i atyre të cilët agjerojnë gjatë muajit të Ramazanit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم.